Medreseja Isabeu në Shkup funksionon që nga viti 1984, por edhe pse kjo shkollë ka 40 vite që funksionon, ajo nuk është e regjistruar si shkollë mesme formale brenda sistemit arsimor publik. Medreseja Isabeu funksionon si institucion fetar arsimor në mbikëqyrjen e Bashkësisë Fetare Islame, pa akreditim zyrtar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe diploma që lëshon nuk janë të baras vlefshme me diplomat e shkollave të mesme të akredituara, ndaj ato nuk njihen zyrtarisht për aplikim në universitetet shtetërore. Për shkak të mungesës së akreditimit, nxënësit kanë probleme me regjistrimin në fakultete, sidomos në ato publike. Islami, drejtori i Medreses Isabeu, those një trajtim I tillë I nxënësve të medreses është diskriminues dhe jep shembuj të ishën nxënësve që tashmë e kanë treguar veten e tyre me sukses në profesionet që kanë zgjedhur, duke qenë të detyruar të regjistrohen edhe në universitetet jashtë vendit, me që universitetet në Republikën e Maqedonisë së Veriore nuk u pranojnë diplomën e arsimit të mesëm të lëshuar nga medreseja. Funksionon dhe do të funksionon, shteti e një medresen, nuk është e panjohur medreseja për shtetin, nuk jemi ne sot këtu, po jemi që 40 vite. Kuadri medreses është në gjitha drejtimet, të cilët kanë dëshmuar medresantët dhe si do të gjinia femrore, dhe gjinia mashkullore dhe gjinia femrore kanë dëshmuar në profile të ndryshme, në kuadër të ndryshme ku sot kemi edhe ambasador, kemi edhe drejtor të sektoreve të ndryshme, kemi edhe diplomat, kemi edhe profesor universitar, dhe kështu që medreseja është e njohur me gjithat kuadrin të cilën ka. Ai shpreson që kjo situatë të I kalohet e të marrë një epilog përfundimtar në dobi të nxënësve, pret që pengesa për nxënësit e medreses të hiqet dhe shkolla të fitojë më në fund statusin e një shkolle të mesme, ashtu si të gjitha shkollat e mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, këmbgul që medreseja duhet të jetë në regjistrin e shkollave të mesme të vendit. Patjetër përpjekjet janë në procedura, duhet marrin epilogun përfundimtar, ne presim momentin që ajo edhe më tepër të kurorëzohet ashtu siç duhet, siç na ka hije, që të merr statusin e saj si shkollë e mesme. Është bë akreditimi, ai akreditim duhet merr epilogun e tij final, janë lëvizjet, janë ekspertët të cilët punojnë në këtë drejtim, jemi në konsult me Byron për zhvillim me Ministrinë e Arsimit, që ajo të marrë atë që duhet marrë. Do të kërkesat e tyre, ofrimi jonë si proces edukativ arsimor dhe të vim në atë përfundimin e cila duhet jetë. Nuk duhet të rinjët për hir të rinjëve, nuk duhet kjo të cenohet kjo drejt. Duhet të gjithë universitetet jenë të hapura, ministria të merr atë përfundimin e saj e cila duhet të merr, që të mundësot është një drejt e shkollimit të nxënësve, nuk është diçka absurde. Nxënëset në medresen Isabeu theksuan se jo vetëm mësojnë rreth bazave të fesë islame dhe të etikës fetare, por gjithashtu përfshihen në lënë shkencore si matematikë, letërsi, histori, gjuhë dhe shumë të tjera. Isabeu është njëjtë sikur shkollat e tjera të cilët na rrethojnë. Njëjtë edhe në këtë shkollë ndjeken mësimet e lëndëve shkencore, po ashtu krahas lëndëve shkencore ne kemi edhe lëndët fetare, gjë e cila e veçon shkollën tonë nga shkollat tjera, po ashtu kemi edhe gjuhë të cilët mësohen. Do kisha dashur që ta cekë se si fillon rutina një nxënëses medresante, duke filluar nga rutina prej momentit kur bie zilja, kur hym në klas, kur hym profesori, dita jon fillon me një lutje, duke marrë parasysh se si nxënëset e tjera në shkollat e tjera dhe ne në medrese përballemi me sfidat e nxënësve, të cilët janë notimi, testimet gjatë periudhës mësimore. Po ashtu në ditën e fillojmë, siç e thash edhe më parë, me një lutje, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që të na lehtësoj dhe të mos na vështirësoj këtë ditën në të cilën jemi duke e kaluar. Po ashtu lëndët siç e shihni zhvillohen edhe me anë të tabelave të mençura, ku profesorët mundohen që ta bëjnë orën më atraktive me anë të tabelave të mençura. Po ashtu si nxënës njëjtë jemi, ndonjëherë na bie motivimi, për profesorët janë ata të cilët na motivojnë në mënyrën maksimale dhe orën e bëjnë që të ketë më shumë entuziazëm për mësim e kështu me radhë. Po ashtu krahas mësimeve ne kemi edhe aktivitetet e lira të cilët e aftësojnë secilën nxënëse. Kemi korin, kemi artizanatin, po ashtu e kemi edhe bibliotekën poshtë ku kohën e lirë shumicat e nxënësve kalojnë duke lexuar libra e kështu me radhë. Aktivitetet e lira e kanë për qëllim që nxënësit të aftësohen sa më shumë. Unë personalisht flas për përvojën time që
që e vogël si një voglushe kam pasur për ëndër që të përballen me një publik të tërë dhe ta shpreh atë talentin të cilin e kam, po këtë ëndër ma realizoi medreseja, po ashtu të njëjtën praktike kanë edhe nxënësit e tjera, fal medreses. Të jesh medresante do të thotë të jesh e privilegjume të marrësh pjesë në këtë mes, në këtë shkollë, apo njëkohësisht të marrësh këtë titull. Sa i përket titullit medresante do të thotë ka një vlerë aq të madhe si në jetën shoqërore, për njëkohësisht edhe në jetën familjare. Për të kuptuar këtë ndjesi kaq të madhe do të thotë që duhet që të jesh medresant apo të bëhesh një medresant në të ardhmen. Pra, fjala medresant ka një vlerë aq të madhe sa që vetëm personat të cilët janë medresant e kuptojnë këtë vlerë. Muajit të shenjtë të Ramazanit, përveç pjesës teorike, zhvillohet edhe pjesa praktike, ku nxënësit të cilët i mësojmë në pjesën teorike, zhvillohet në pjesën praktike gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, ku përmbahet me ligjërata dhe me tema të ndryshme si pastërtia, Ramazani, agjërimit e tjerë, ku mes këtyre gjithashtu përmbahen edhe hadithet, ajetet kuranore dhe gjithashtu këndimi i ilahive. Praktika e Ramazanit na mundëson neve që Ramazanit ta përjetojmë në mënyrë më të mirë se Ramazaneve të tjera. Mësimet në medrese ishte dashuria e madhe për fenë Allahu xhaleshanu. Kur ishte koha që unë të zgjedh për shkollë të mesme, unë lisha dhe mendoja për të gjitha shkollat, mirë por kur mendoja për medresen gjithmonë e kisha një ndjesi më ndryshe, kur i shikoja aktivitetet, manifestimet, prezantimet të cilët i bënin nxënësët nëpër xhamia, gjithmonë e kisha një përshtypje se edhe unë një ditë ta shoh veten në mesin e atyre, dhe kjo dëshirë u realizua me ndihmën e Allahu xhaleshanu, edhe pse unë tash jam viti i 4 dhe jam nga fundi i këtij rrugtimi, mirë po jam aq e kënaqur dhe falenderoj Allahun edhe familjen time që ma mundsuan të jem nxënëse kësaj shkolle. Mirë po, nëse përsëri do të më ishte dhënë mundësia që ta zgjidhja për një shkollë, përsëri do ta kisha zgjedhur medrese. Fillimi në një shkollë të mesme është fazë e re për çdo nxënëse ku mendohen shumë sfida dhe vështirësi, por në medrese ishte ndryshe. Që në fillim ndjejmë një ëmbëlsi, një pritje të ngrohtë nga profesorët që na bëjnë të ndjejmë më të rehat. Po ashtu edhe shoqëria në medrese, çdo nxënëse është e afërt me njëra tjetrën sikur të ishim njohur me vite. Besoj se këtë mrekulli të veçantë në medrese e bën dashuria për hir të Allahut. Atëherë, medreseja të mëson jo vetëm si të fitosh dije, mirë po edhe si të përdorësh atë për të mirën tënde dhe të shoqërisë. Ajo t'jep urtësi, t'jep disiplinë, t'jep një vizion më të qartë të jetës, të ndihmon se si të arrish një karakter më të fortë apo një jetë më të sigurt. Prandaj, nëse dëshiron që të arrish një dije të thellë, moral të lartë apo një edukim cilësor, atëherë medreseja është zgjidhja jote e duhur. Duke qenë se shkolla e mesme është periudha më delikate dhe më e ndjeshme për ne, dhe ne në këtë periudhë kemi nevojë për këshilla, kemi nevojë për mbështetje, medreseja është shkolla e vetme që ta ofron këtë mbështetje, si dhe të përgatitet edhe për jetën pas mbarimit të saj në të 3 aspektet, si në aspektin shpirtëror, në aspektin profesional dhe në aspektin personal. Në aspektin shpirtëror do të thoja se na ka mbushur shpirtërisht, sepse edhe vetë lëndët janë që ne e njohim Zotin, e njohim fenë islame, lexojmë Kur'an çdo ditë dhe ajo na mundson që të jemi të përmbushura shpirtërisht. Në aspektin profesional do kisha thënë se na ka aftësu, na ka bërë më të pavarura, na ka bërë më të qëndrueshme. Kurse në aspektin personal, unë do kisha thënë se ka ndikuar tek unë që të krijoj një karakter sa më të fortë, të krijoj një karakter më human, si dhe çdo ditë ato cilësi pozitive t'i shtoj tek vetja dhe të mundohem që t'i largoj ato cilësi negative, pasi edhe vetë lëndët, edhe mësimdhënësit na mësojnë se çfarë është pozitive dhe çfarë është negative, dhe me atë të cilën e zgjedhim ne dhe që është pozitive, arrim që të krijojmë një personalitet sa më të mirë. Dhe këtë e mundëson padyshim vetëm medreseja. Nëse do më ishte dhënë mundësia tani të zgjedh drejtimin tim, përderisa për shkollë të mesme kam zgjedhur medresen, në kuptohet se tani është ky drejtim që më tërheq më së shumti. Por për saktësi të plot ja lam kohës. Kur të vi koha e duhur, inshallah me lejen e Allahu xhaleshanhu do të bëjmë edhe zgjidhjen e duhur sikurse tani. Medreseja e Tetovës, nga ana tjetër, si vjetë nxjerr gjeneratën e saj të 18, medreseja për femra në Tetovë feston gjithashtu 20 vjetorin e saj. Secilin vit nga 2 paralele, ne kemi tani afër 8 klasë, do të thotë numri i përgjithshëm, edhe pse ka rënë shkaku i emigrimit të shumë popullatës vendit tonë që kanë emigruar jashtë. Por numri është edhe i kënaqshëm, nuk mund të themi se nuk kemi nxënës, fatmirësisht kemi, dhe gëzimi më i madh dhe fatmirësia më e madhe sepse atë numër të nxënësve që kemi me kualitet. Regjistrimi apo konkretisht hapjes së paraleleve apo shkollave për gjininë femrore.
Tetova ishte e para e cila u bë themelimi i kësaj medreseje, dhe të është filluar në vitin 2004, ka qenë gjenerata e parë, i themi, si vjet ne manifestojmë jubileun e 20, të me thënë, apo 20 vite, mbas të asaj që unë kam hullum to, si vjet jemi në gjeneratën e 18, të me thënë gjenerata e 18, 17 gjenerata kanë kalu, që me një numër të afër 600 nxënës kanë diplomu në këtë medreseja ka lënë gjurmët e veta, dhe më thënë të kaluarën, dhe çdo kujt që kur t'ja përmendish emrin medrese, pa marrë parasysh, qoftë se është në Maqedoni ose jashtë Maqedonisë, kur i thuash se medrese, me automatizëm e ka një botkuptim dhe një pasqyrë më të qartë rreth asaj se për çka bëhet fjalë. Tani nuk ka shkollë të keqe. Shkollim të keq nuk ka. Gjitha shkollimet janë të mira. Nuk ka, ti them, edukim të keq. Gjitha edukimet janë të mira. Por vlen të theksohet se medreseja ka një botkuptim pak më ndryshe, sepse i moderon gjenjat më ndryshe. Do me thënë, këtu ka një botkuptim tjetër, se vetë kur futesh në medrese, nxënësit dhe nxënëset ka një botkuptim tjetër. Sepse emri e bën atë. Ti them, kur të futesh me një shkollë, edhe pse medreseja i posedon gjitha lëndët të cilat i kanë shkollat tjera publike. Qoftë në gjimnazi, medicina, tekstilja, ekonomika, për shembull kimia, fizika, informatika, matematika, edhe pse kemi lëndë shtesë, ne lëndët edhe fetare. Dhe gjitha lëndët të cilët i posedojnë shkollat publike, i kemi edhe ne. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdojnë të këmbgulin se ndarja e fesë nga shteti përcaktohet në kushtetut dhe kjo është arsyeja që shkollat fetare nuk janë pjesë e sistemit zyrtar arsimor publik. Maqedonia është një shtet laik dhe kjo është arsyeja pse shkollat fetare nuk mund të jenë pjesë e sistemit formal arsimor. Ministria e Arsimit dhe Shkencës po shqyrton nismat dhe po kërkon mënyrë për të rregulluar statusin e tyre, në mënyrë që të plotësohen interesat e të gjitha palave të përfshira. Një mundësi është edhe hartimi i zgjidhjeve të veçanta ligjore për shkollat fetare, natyrisht, pa e cënuar karakterin laik të shtetit. Drejtori i medreses thosë se rajoni ka shembuj të ngjajshëm nga të cilët duhet mësuar. Medreset në Kosovë dhe Shqipëri, si shembull, janë pjesë e sistemit të shkollave fetare, por me një bazë të gjerë edukimi që u mundëson nxënësve një rrugë të hapur për karrierë profesionale jashtë fushës fetare. Ato janë të licencuara nga Ministritë e Arsimit. Diplomat e medreseve njihen zyrtarisht, duke u dhënë mundësinë nxënësve të aplikojnë dhe të regjistrohen në çdo universitet publik apo privat, pa kufizime. Prindërit që dëshirojnë një arsim me përfshirje të edukimit fetar dhe atij laik, zgjedhin medreset dhe nxënësit nuk kanë pengesa për të vazhduar më tej studimet. Në gjithë Ballkanin i kemi të akredituar medreset. Mere në Kosovë, mere në Serbi, mere në Shqipëri, në Maltëzi, në Zagreb, medreset kanë statusin e tyre të akreditimit, janë të gjitha sikurse shkollat e mesme të cilat funksionon. E tash edhe të ne kjo duhet të bëhet mënyrën më të mirë, më të bukur, më pa muhabetet, themi në atë formë, nuk duhet aq të ngritet pluhur për këtë çështje, sepse është e drejtë e fëmijëve, do të një e drejtë e cila nuk mund shkollim është, nuk duhet të analizohet apo të bëhet aq buje madhe për një çështje të tillë. Unë mendoj dhe shpresoj në të gjitha instancat politike të cilët janë, duke marrë nga presidentja e shtetit, e cila është e pendës e shkrimit, është profesoresh, kryeministri, zëvendës kryeministri dhe gjithë ata të cilët janë në shtetin tonë, të bëjnë më të mirën vetëm e vetëm medreseja të ngelet medrese, të merret epilogun e saj e cila duhet dhe nxënësve t'u jepet e drejta e vazhdimit shkollimit nëpër drejtimet të cilat ato dëshirojnë të vazhdojnë. Edhe pse ka pasur diskutime për të krijuar një kornizë ligjore ose ligje të veçanta për të rregulluar statusin e shkollave fetare, përfshirë edhe medreset, në mënyrë që diplomat e tyre të njihen zyrtarisht, pa cënuar sekularizmin e shtetit, deri më tani nuk është arritur një marrëveshje apo zgjidhje ligjore për këtë çështje.